Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Alaudin Hamiti në gjendje të rënduar shëndetësore, ndërpret emisionin. Moderatori i njohur i Bigut në Kosovë, Alaudin Hamiti, ka kaluar së fundmi një periudhë jo të lehtë shëndetësore. Kjo pas problemeve serioze të shkaktuara nga gurët në kanalin urinar. Dhimbjet e forta, të cilat ai tentoi fillimisht të i përballonte, e detyruan që më pas t'i drejtojë ndërhyrjes mjekësore. Vetë Hamiti ka pranuar se kanë qenë ditë të jetë sfiduese për të, duke cilësuar një përvojë të vështirë fizike dhe emocionale. Për fat të mirë, ndërhyrja kirurgjikale ka përfunduar me sukses dhe gjendja e tij shëndetësore është stabil. Në një reagim të sinqertë të ndarë në rrjetet sociale, moderatori ka bërë të ditur se ndihet mirë dhe se procesi i rikuperimit po ecën normalisht. Ai nuk ka lënë pa falendëruar stafin mjekësor dhe personat e afërt që i qëndruan pranë gjatë këtij momenti delikat, duke shprehur optimizëm për ditët në vijim. Ndërkohë, lajmi që gëzon më së shumti publikun është rikthimi i tij i shumë pritur në ekran. Alaudini ka shprehur dëshirën dhe gatishmërinë për të qenë prezent në netët në vijim në Big pa e ndërprer aventurën e tij.